Natyrisht që sot, pikërisht pse drejtësia është e pavarur, shqiptarët i referohen drejtësisë edhe nuk i referohen atyre që duan të bëjnë prokurorin rrugëve dhe që pastaj kur dalin në rrugë mbeten kashte koqe, siç më thanë, se kishin mbetur përpara 1-2 netësh. Dhe e fundit që kam në këtë aspekt është kënga e mjerueshme e fondeve të bujqësisë. Dua t'i them shqiptarëve se Olafi, i cili bën hetime për llogari të Komisionit Evropian, për vitin 2019 dhe 2023 nuk ka gjetur shkelje të njëjtës natyrë siç ka gjetur në Shqipëri, vetëm në këto vende: Luksemburg, Maltë, Qipro, Irlandë dhe Hollandë. Ndërkohë që shuma e vendosur nga Olafi përpara vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, që nga Italia tek Greqia, nga Hungaria tek Portugalia, nga Bullgaria tek Danimarka dhe Estonia, nga Polonia tek Rumania, është mbi 1 miliard euro. 1 miliard euro që në konsideratën e zyrës së hetimit të Bashkimit Evropian janë të keq administruara. Kështu që duhet të mësohemi edhe me këtë aspekt, sepse jemi pranë Bashkimit Evropian dhe thjesht duhet të ulim kokën, të korrigjojmë çfarë mund dhe duhet korrigjojmë dhe gjithmonë të jemi të hapur për të korrigjuar përmes jo ndërhyrjes apo refuzimit të auditeve apo të hetimeve të pavarura, por përmes respektimit të tyre. Edhe kjo është një arsye pse kemi hapur gjithë kapitujt, edhe kjo është një arsye pse shqiptarët na besojnë ne dhe jo juve. Në ndërkohë, ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Dhe e mira e kësaj pune, që gjithmonë vjen pastaj në favorin ton, është se fjalët i merera, faktet mbeten, dhe në ndërkohë ato që dëgjojnë njerëzit nga foltoria apo nga tryezat e këtij parlamenti kanë mundësi të vërtetojnë në muajt dhe në vitet që vinë, siç i kanë vërtetuar të gjitha ato që ne kemi thënë. Kështu që sa më shumë do thuhet që ne nuk po rrisim pensionet, aq më shumë pensionistët do të binden se nuk ka asnjë alternativë tjetër në Republikën e Shqipërisë për ta dhe për niprit dhe mbesat e tyre përveç Partisë Socialiste të Shqipërisë. Vijojmë me mbrojtjen shoqërore. Mbrojtja shoqërore arrin sot me këtë buxhet në 257 miliard lek, ose me një rritje prej 11.6 miliardësh, që e thënë ndryshe janë 116 milion euro. Kjo shumë për mbrojtjen sociale, ndërkohë që nga një anë varfëria ulet, nga ana tjetër papunësia ulet, është më shumë se sa 2 fishi i mbrojtjes që kishin shqiptarët kur ne morëm detyrën.
Më tutje, pensionistët janë kryefjala e këtij buxheti dhe do të jenë kryefjala e këtij mandati. Por pa diskutim, pa harruar edhe ata që vazhdojnë të jenë në skemën e ndihmës ekonomike, pa harruar përfituesit si persona me aftësi të kufizuar dhe pa harruar edhe domosdoshmërinë për një qasje të re dhe një shtysë të re në aspektin e strehimit, e duke mbetur besnikërisht pranë të gjitha familjeve të reja me vazhdimsinë e bonusit të bebes. Nga ana tjetër, jemi sot në një tjetër vit, me një tjetër buxhet dhe me një tjetër paketë fiskale, por mbetemi besnikërisht të palëvizshëm nga pozicioni ynë se deri në vitin 2029 biznesi i vogël nuk do të paguaj tatim fitimi. Dhe atyre që flasin për varfëri dhe që flasin për papunësi dhe që flasin për taksa, duhet ju them se Shqipëria ka nivelin më të lartë të biznesit pa TVSH në të gjithë Europën. 100 deri në 100.000 euro xhiro, biznesi nuk paguan as tatim fitimi, as TVSH. Ndërkohë që deri 140.000 euro nuk paguan vetëm tatimin e fitimit. Dhe në këtë pikë jemi pa diskutim jo vetëm shumë më lartë në të gjithë rajonin në mbështetje të biznesit vogël, por me herë. Mjafton t'ju them që pragu i TVSH-s për bizneset vogël në vendin fqinjtë Maqedonisë Veriut është 16.000 euro. Nga ana tjetër, një tjetër zotim i dhënë në pranverë dhe që mbahet në këtë buxhet është rritja e pagës minimale që qysh prej janarit do të jetë 500 euro. Dhe do të jetë një pagë që do të vazhdoj të rritet brenda mandatit të katërt me objektivin ambicios që deri në fund të këtij mandati paga minimale në Shqipëri të jetë 700 euro. U fol këtu për një falje të madhe, është e vërtetë. Është një falje e madhe që përmes pagjes fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyllë të gjitha çështjet e vjetra, duke